Në të vërtet, sot ngjarjet gjeopolitike janë shumë për të diskutuar. Feraven kemi një marrëveshje që sipas gjykimit tim, pra një të dështuar midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë, pra të paqen një mujore kundër objektivave, po themi energjetike etj. Duket sikur ka një impas, ka një ngrirje. Prandaj dhe lam ndoshta për emisionet e mëtejshme, ndërkohë lufta në terren vazhdon, do të thonë një shi dronësh, një armat me dron rusë godasin Ukrainën, po dhe Ukraina i përgjigjet, pra do të thonë lufta vazhdon, lloj-lloj bisedime vazhdojnë nga ana tjetër, nuk e dim se sa rezultat do kemë. Prandaj menduam ta kapim në një moment tjetër kur të ketë më kristalizim, kur të ketë më shumë lëndë për diskutuar. Por nga ana tjetër po maiset ose po bëhet gjithmonë më dramatike situata në Turqi. Osmani, çfarë po ndodh në Turqi sipas jush? Atëherë, në Turqi është një zhvillim shumë i rëndësishëm sa i përket rajonit, sa i përket Turqisë, sa i përket lindjes mesme, sa i përket Ballkanit, Europës dhe zhvillimeve gjeopolitike ndërkombëtare. Në fakt, të gjitha raportimet tregojnë se atje ka një konflikt ndërmjet presidentit Erdogan dhe liderit opozitës Ekrem İmamoğlu. Në fakt, ajo që po ndodh në Turqi është më e madhe se Erdogani, më e madhe se Ekrem İmamoğlu, është më e madhe se Turqia, është një lojë e re, është një moment i ri gjeopolitik në të cilin Turqia dhe rajoni do të hyjë. Ka lidhje me riformatimin e lindjes mesme, ka lidhje me riformatime të mëdha, ka lidhje me rivendosjen e ekuilibrave të mëdhej dhe të lojtarëve të rinj, të cilët apo të vjetër, të cilët do të jenë vendimtar në strukturën apo në skeletin e projeksionit të ri, qoftë amerikan, qoftë turk për të ardhmen e rajonit. Jemi 100 vjet pas rënies perandërisë osmane, jemi 100 vjet pas rënies fundit të marrëveshjes Lozanës. Pra jemi përballë një dere të re të historisë dhe lojtarët brenda Turqisë, sipas agjendave të mëdha, janë duke lëvizur gurët e tyre në kuptimin që secili prej tyre do të vendoset si lojtar vendimtar në lojën e re të ardhshme. Për këtë arsye po bëjnë goditje të brendshme dhe po tentojnë të bëjnë aleanca të reja të mëdha. Arrestimi i këtij Imamoglus është bërë enkas për të krijuar trazira? Jo, është bërë për të është bërë me urdhër të Erdoganit apo me urdhër të prokurorisë? Jo, me urdhër të Erdoganit sigurisht. Po Erdogani do kaos? Erdogani nuk do kaos, por Erdogani do të nxjerrë nga loja lojtarë të cilët ai mendon se e rrezikojnë. Do të jetë ai lojtari dominant në nuk ka një konspiracion mbas kësaj, ka thjesht një luftë për pushtet. Luftë për pushtet e cila përmbajtjen e pushtetit në mjet. Luftë për pushtet e cila bëhet për llogari të projeksionit të ri të Turqisë dhe të lindjes mesme. Kush do të jetë lojtar alfa, kush do të jetë lojtar rezervë. Në Turqi kemi përplasje të dy klasave që përfaqësojnë dy rryma. Rrymat janë rryma kemaliste dhe rryma neo-otomaniste. Përfaqësojnë dy klasa. Klasa është klasa qytetare dhe klasa rurale, pra klasa fshatare. Klasa fshatare është ajo që përkrah totalisht në Erdoganin. Dhe në këto 22 vjet pushteti i tij ai ka pasur gjithnjë votën me bazë rurale. Ndërsa partia tjetër që ka zgjedhur këtë Imamoglu'n, këta janë kemalistat dhe bazën e kanë në qytete, dhe po të shohësh janë vetëm qytetet ato dhe qytetet kryesore të Turqisë, të cilat janë ngritur në protesta dhe nuk i binden. Pra kemi si rikthim të një situate të vjetër të para 22 viteve, në vitin 2000 kur Erdogani erdhi në pushtet së bashku me gylenistat, çfarë bëri? Organizoi një pothuajse një grusht shteti vetë dhe organizoi një operacioni Bajlozi dhe akuzoi në mënyrë të padrejtë një seri ushtarakësh, i arrestoi ata për arsye se i shifte si kërcënim në pushtetin e tij neo-otomanist dhe gjys islamik që e ka. Edhe sot shef rrezik të madh tek kryetari i ri Imamoglu dhe normalisht jam dakord me Krishtin kur thotë që është bërë me urdhër të Erdoganit sepse nuk filloi goditja me arrestimin. Goditja ka filluar me urdhrin për anullimin e diplomës të universitetit të kryetarit të bashkisë. Heqja e diplomës universitetit, heqja atij të drejtën për të konkuruar si president i Republikës. Erdogan tha që ka betejën me prokurorinë, po sigurisht. Po mirë, ashtu do thotë ai, po vendimet. Okej, kush shkon kjo? Kush shkon? Deri kush shkon kjo përplasje? Ka forcë opozita të bëjë një Ka forcë opozita të bëjë dhe kjo përplasje për herë të parë, pra kjo përplasje mund të na çojë në
të njëjtat skena të vitit 1174-76, kur pati të njëjtën përplasje politike në Turqi dhe atëherë u detyrua ushtria të bënte grushteti ushtarak, pra puç ushtarak për të marrë pushtetin dhe për të mbajtur dizintegrimin e Turqisë. Në rast se vazhdohet në këtë mënyrë, atëherë Turqia do të humbasë shumë në planin gjeostrategjik dhe gjeopolitik rajonal. Ushtria turke se ka ma atë kastën e generalve që mund ta bëjë atë grushtësinë. E ka dhe se ka, por në rast se generalet turk, pavarësisht asaj, generalet turk janë general karriere, nuk janë si pjesa ushtarakëve tanë ose të tjerët, janë general karriere të mirëfillt, të cilët i marrin gradat sipas viteve të punës dhe jo sipas vendimeve politike, dhe në rast se shohin cënimin e interesit politik dhe gjeostrategjik të Turqisë, unë mendoj që mund ta bëjnë sërish. Jemi në të njëjtën situatë që ishte Turqia në vitin 74. Dikur ka qenë ajo kasta kemaliste që e bën ta. Po, kasta kemaliste. Po s'është mos e prishi Erdogan. Ai vërtet, por ka mbetur një kastë kemaliste, pra ata kanë, nuk është se s'ka. Por prapë edhe opozita ka nevojë për mbështetje nga jashtë dhe ka shpreh dje zhgënjim të thellë nga amerikanët dhe nga britanikët, të cilët pafrohen me Erdogan. Në Turqi gjithnjë, në Turqi është hera e parë dhe ky është gabimi i madh i kësaj opozite. Gjithnjë në Turqi nuk është kërkuar ndihmë nga jashtë. Në momentin që kërkohet ndihmë nga jashtë, atëherë u mbet mbështetjen politike të brendshme. I dashur ka dalë dje shefi i opozitës dhe ka kritikuar Britaninë. Dhe unë po ta analizoj, po të them që kanë pas pritshmëri. Po pra ky veprim i tij cënon komplet veprimin politik të tyre në Turqi. Dakor. Po që e kanë bërë. Dakor. Kjo që po ndodh në Turqi ka nisur të gatuat, është pasojë e një procesi që ka ndodhur që me ardhjen në pushtet të Erdoganit. Si përfaqësues i një subjekti politik me frymë islamike dhe nëpërmjet këtij subjekti ai gjatë gjithë karrierës së tij deri në ditët tona, deri në sot, është munduar të ringjallë një farë otomanizmi, pra teorinë që ka të neo-otomanizmit në jo vetëm Turqi, po edhe në zonat satelite, ish satelitet perandorisë që kanë qenë në Ballkan apo dhe në lindjen e mesme, siç e tha Krishniku. Sot Erdogan ka mundësi, sepse ai është protagonist i këtij procesi të arrestimit të Imamoglu's, kryetarit të Stambollit, që përfaqëson sekularistë, përfaqëson qemalistët, në sakt pjesën politike që e presupozon dhe e mendon shtetin të ndarë nga feja, por që Erdogan, unë them që bashkohem me idenë e Krishnikut që thot Erdogan e nisi këtë punë për të qoruar hesapet para se të nisi loja e madhe, loja që në fakt ka nisur dhe loja e Turqisë, loja e re për dominim dhe sa do të jetë fuqia e Turqisë në këtë lojë të re. Ky Erdogan ka bërë një veprim që nuk dihet a do ta menaxhojë, s'do ta menaxhojë, një veprim të guximshëm duke goditur shtyllën kryesore të sekularizmit dhe duke forcuar pushtetin e tij në qëllim që nëpërmjet platformave neo-otomaniste në forcimin të ndikimit të tij nëpërmjet duke përdorur fen në gjithë rajonin, po themi dhe për vendin tonë, për rajonin e Ballkanit, ai do të kishte një fuqi, mendon që do të kishte një fuqi të madhe të ndikimit si shtet. Ndërkohë që këta i kanë në përkëmbë dhe është një barrierë shumë e vështirë për të ka përcyer. Është një fjalë që thotë që provojnë 2017-ën me Gushin Shtetur, ndërsa tani e kanë një pjesa historike e backgroundit nuk kemi kohë ta trajtojmë, se kemi pak kohë. Gjithsesi, ai ka nisur një lojë që e ka zor ta mbaj. Okej. Tani, kjo është një fjalë shqipe që thotë që çdo e keqe vjen për keq. Dhe kjo po shkon drejt luftës civile në Turqi. Po pra, nëse ai nuk do të jetë i Zotit ta menaxhojë, do shkojë drejt luftë civile dhe lufta civile nuk është e thënë nëpërmjet ushtrisë, siç sa komandanti. Nga ana tjetër, por mund të jetë edhe luftë civile, nga ana tjetër Turqia, që do zbresi popullin rrugë dhe s'do ta lejojnë Erdoganit të bëjë tani këta gjitha supozime. Nga ana tjetër Turqia ka mbarë një rol gjeopolitik, unë po dëgjoja këto ditë shumë analistë të cilët po habiten me një rizgjim gjeopolitik shumë të rëndësishëm të Turqisë në pjesën veriore të Europës. Dhe jo, nuk bëhet fjalë për Sirinë, ndërhyrjet në Irak, tej që gjithandej, ose në Ballkan. Bëhet fjalë për shumë për faktin që vetëm Turqia ka thënë që është e gatshme të dërgojë trupa paqëruese në Ukrainë.
dhe konsiderohet një hap shumë i guximshëm gjeopolitik. Një, dyta, Turqia është leadershipi i Turqisë aktuale është i vetmi leadership që nuk ka patur ndonjë goditje, po themi edhe me spon nga administrata e re Trump. Për kundrazi e ka përforcuar më shumë, ka shkuar kanë Fidani është taku me Rubion sot. Dhe kanë betonizuar marrëdhënien. Falenderoj shumë për që më ndihmove. Pra, do të them që më duket që fati i Imamoglus është i shkruar. Ka rryma, nësë mundëm. Po, patjetër. Ka pa dyshim rryma brenda vetë strukturës të shtresëzimit politikës turke që duan që Erdogani të largohet nga skena politike për shumë motive. Kryesisht, nuk duhet harrojmë që këto parti opozitare kanë dhe një lidhje shumë të fortë me pjesën kurde. Pra, dhe ky është i problemi mbrëmshëm i Turqisë. Nga ana tjetër, në atë që është forma sot e njohur e autokracive demokratike, Erdogani është një aset për politikën ndërkombëtare, sepse me figurën e tij, me karizmën dhe me këto aleancat e fuqishme, duke qenë një nga vendet anëtare të NATO-s më të fuqishëm, dhe duke parë që raporti, një sekond, duke parë që ndërkohë raporti me perëndimin administrata Trump nuk e ka në ditët më të bukura, një figurë si Erdogani intereson dhe raporti i Imamoglus duhet eliminohet sepse është problemi edhe i shtresës së popullit. Pra, duke eliminuar një figurë që populli e do, duke gjetur korrupsionin që është një fars, kuptohet, automatikisht unë dopsoj dhe duke dopsuar atë, jap dhe popullit tim në linjën në mahatën më të madhe të pushtetin. Unë jam me i zoti. Më vjen keq që kanë shumë pak kohë, duhet i kisha dhënë më tepër kohë kësaj teme, por keni vetëm nga një 30 sekondë secili, filloj me Goxhen. Goxhen, do ta përballoj Erdogani këtë sfidë apo mund të përfshihet në një luftë, po themi, brenda llojit popullore brenda Turqisë? Jo, nuk mendoj që Turqia do të shkojë në një luftë civile brenda llojit, nuk do të ketë një luftë popullore, do të vazhdojnë protesta, po mendoj që do të arrijë ta menaxhojë dhe menaxhimi i tij do të jetë e dominon dhe do shpalli zgjedhje të parakohshme presidenciale për të zgjatur pushtetin e tij. Shkurt të lutem, 20 sekonda. E kalon, e dominon, e humb, e rrezikon? Jemi në fillim të këtij procesi, është shumë e vështirë të parashikohet. Është shumë e vështirë. Dakor. Këtu do jemi emisiona tjera kemi. Elida? Ka treguar që e dominon qoftë me represion në grushtit shtetit me ushtarakët, qoftë me pjacën Taksim kur ju ngrit kundër. Kjo nuk është. Ti mendon që grushti i shtetit ishte autentik apo ishte? Grushti i shtetit nuk ishte iniciativë Erdoganit. Nuk thash ishte iniciativë Erdoganit, thash që dominon duke parë historikun e tij në mënyrën e menaxhimit të situatave konfliktuale të mbrëmshme. Osmani, 30 sekondë, 20 sekondë. Erdogan po përfiton nga një moment shumë i rëndësishëm gjeopolitik. Kriza e marrëdhënieve ndërmjet SBA-ve dhe Brukselit. Ai do të futet si lojtar, qoftë për të ndikuar në Europë, qoftë për të ndikuar lindjen e mesme. I ka shku turqëve me 2 trofet mëdhej tani. Ka marrë Sirin nga Bashar Asadi dhe ka bërë kopsht të pasëm të Turqisë dhe ka nxjerr Abdullah Öcalanin nga burgu i thot kurdëve që armatosuni. Me këto karta të forta, po godet kokën, pret kokën e kundërshtarit vet politik. Kundërshtari politik me gjitha protestat nuk ka fuqi ta rëndis pushtetin Erdoganit këtë moment. Osmani, faleminderit, Bozhëku faleminderit, zoti Goxha faleminderit dhe zoti Ndoj faleminderit. Kjo ishte 360 dhe për sot. Në fakt, në pjesën më të madhe morim një temë shumë të nxehtë, të cilën të nxehtë paneli edhe unë e konsideruam, të tjerë ndoshta edhe anashkalojnë, po jo në 360, kjo nuk ndodh asnjëherë. Ju pafshim në emision e ardhshëm, nga unë Artur Zhej, natë e mirë.